Afër Konstantinivkës, pilotët e dronëve ukrainas ja mësuin një caku të papritur forcave ruse mbi Kuaj. Ata thonë se trupat ruse po përdorin Kuaj në tentim për të shmangur zbulimin, por pa sukses. Të vjen keq për Kuajt, shumë keq. Javën e kaluar 7 motociklistë po lëviznin përgjatë autostradës Konstantinivka-Bahmut. Ata u shkatruan, kishte edhe mjete me 4 rrota. Ata e kuptuan se ne i zbuluam nga zhurma e motorëve të tyre. Prandaj provuan të përdornin mjete elektrike me 4 rrota, por as kjo nuk funksionoi. Taktikat e trupave me dron kanë ndihmuar në ngadalësimin e përparimit rus, por vijat e frontit po vazhdojnë që të afrohen gradualisht. Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky së voni tha se Rusia synon që të kapë disa bastione që mbahen nga forcat e Ukrainës në rajonin e Donetskut deri në fund të prillit, përfshirë Konstantinivkën. Shumica e qytetit të shkatruar, fakt që bëhet më i dukshëm nga shtëllungat e përhershme të tymit. Por forcat ukrainase thonë se pretendimet ruse se ata vetë se kanë marrë Konstantinivkën thjesht janë të rreme. Konstantinivka është tërësisht e jona, njësitë e tona janë atje, por gjithçka bëhet fshehur azi. Pra, kur Rusia flet për hyrjen në qendër të Konstantinivkës, jo, kjo është gënjeshtër. Shumë nga njësitë e tona janë të stacionuar atje. Inkursionet në shkallë të vogël ndodhin ndonjëherë në mbulesën e motit lig, por vetëm disa njerëz arrin të hyjnë. Forcat ukrainase po ashtu shfrytëzojnë dukshmërinë e dobët për të planifikuar lëvizjet e tyre, por moti pranveror e ka bërë këtë më të vështirë. Ishte më e lehtë gjatë dimrit. Ne vareshim shumë nga mjegulla dhe bora, kur dronët nuk fluturojnë. Atëherë mund të evakuonim njerëzit dhe të sillnim ushtar të rinj. Tani, këtu është pranverë dhe ky nuk është më opsion. Ushtria ukrainase ka paralajmëruar se ofenziva pranverore e Rusisë mund të shndërrohet në një përpjekje për të marrë nën kontroll deri në shtator të gjithë rajonin e Donbasit. Forcat afër Konstantinivkës po mbështeten shumë në arsenalin e dronëve të sofistikuar për të mbajtur nën kontroll territorin për aq kohë sa të jetë mundur.